Rikthehet mortaja e rumitanteve në qarkun Shkodër, këtë herë është prekur njësia administrative Dajq. Për këtë Ministria e Bujqësisë ka nxjerrë një urdhër për vendosjen e karantinë të kësaj zone në një rrezë prej 3 deri në 10 kilometër. Rasti i parë i mortajës u konstatua në fshatin Mali Gjymtyt në Dajq. Rreth 20 krerë dele të fermerit Sokol Volaj janë gruposur, teksa pritet zgjysimi edhe i afro 60 krerëve të tjera dele që ka ky fermer. Dëmi që i shkaktohet fermerit Volaj është i konsiderueshëm dhe shkon rreth 10 deri në 15 milion lekë të vjetra, ndërsa shpreson të shpërblehet. Janë të çuftë, se prekur parë. Të shkon mese, janë kanë 80 e sa. Për afërsisht një 6 2-3 ja. Kem graposh aty me padrum. Po bat, ja, valla dit. Thonë që ka dalë shmunje, e do të azeshohen atë që thonë. Jo, as kam ble, as kam shit, as kurrisa në mbët. Dele ka konti, vetat e vata këta, po jo se kanë pas kontakt. Sa dëmë të në gjitha dush, po kam i jetë me ta, me shtua me i ban. Një 10 milion, 15 milion, po i ikin cinza, i ikin berra, i iku tamële, i iku gjithë shka. Që të bëjmë rapat, në shpi. Jo. Për pa i desinfektua venin e po ashtu, sa të jem 60 vjeç jam me probleme. Që kërkaj vetëm kanë me dëmë të shpërblyve, kana janë me matrikull. O kam vo matrikullin dhe me këse pa aplikoj që thonë 50 krejnë si i përmerë dhe shka prej shtetit ashtu, doli s'munje të që më bo. Nga ana tjetër administratori i Dajqit Broz Pjetrani tha se ka dyshime që në atë njësi mund të ketë edhe raste tjetër mortajës tek bagtitë e imta dhe do të kryhen inspektimet dhe analizat përkatëse. Me marrë informacionin nga veterinerët, kena bëm të mundur ardhin në vendin Mali Gjymtyt, ku është shfaqe dhe smunja. Paktën si mas informacione ose në bazë të dyshimeve, janë marrë masa të krerët e para janë zgjysu, është marrë fadroma e bashkisë, është hap një grupe e caktume prej njësisë vendore dhe komunitetit tu, dhe është bazë zgjysimi. është kanë hera para dhe hera dytë po të njëjtën tuf, kanë ndodhur disa mordjet të imtave, po gjithashtu është bën dhe aty gruposi atyne, të shpresim nga institucionet përkatëse se marrjen e masave ndoshta është e mundur edhe për zgjysimin e tufës. Momentalisht është vetëm ky rast i shfaqur, por dyshime mundet të pas, se mundet të pas edhe në fshatra tjera. Jo se ka shumë, po dyshohet se mund të ketë edhe në fshatra tjera. Të shpresim konkluzionet e veterinerëve që do të bëjnë ata inspektimet e tyre. Është mos e normale, në bazë të zbatimit të legjislacionit në fuqi, mendohet që kjo zonë do të kalojë në karantinë sipas procedurave ose standardeve ligjore. Edhe vitin e kaluar në Shkodër konstatuan 3 raste të tilla duke bërë zgjysimin e të imtave.